Partia Demokratike duhet që fillimisht të votoj vetingun dhe më pas të shkoj në kuvend, apo në zgjedhjet e 18 qershorit. Ishte kjo thirrja e përsëritur e kryeministrit Edi Rama gjatë takimit me votuesit për herë të parë në Elbasan, duke theksuar edhe një herë datën e dekretuar nga presidenti. Që të vinë në zgjedhjen e 18 qershor, në radhë parë duhet kalojnë nga kuvendi të votojnë vetingun. Nëse nuk votojnë vetingun, nuk kemi se si ndihmojmë. Po votuan vetingun, atëherë patjetër që i mirëpresim në 18 qershor. Kryeministri tha se qeveria që ai drejton nuk do të lejojë ngecjen e reformave, ndërsa theksoi se investimet e bëra në qark janë të dukshme. Shqipëria që kemi, pavarësisht se s'është ajo që kishim, nuk është Shqipëria që duam. Shqipëria që duam është një Shqipëri ku ka drejtësi të barabartë për gjithë. Kryeministri Rama nuk kurseu edhe batutat për kreun e Libras Ben Blushi, teksa i kujtoi këtij të fundit librin që i ka dedikuar kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini.